se punon të isha në punë, në isha në shtëpi. Vete me një komshi aty më merë, më thotë, hajde të shikojmë një punë. Vete të shikoj atë punë, djalin e kisha në shtëpi, dhe nuk kishte shkollë. Vete shikoj atë punë, unë bëra ma vete dhe ta linja për më të nisme. Kur vete në shtëpi, djali kishte dalë nga shtëpia. Kisha lënë 1-2 euro në mbi frigorifer, kishte marrë ato, kishte dalë. Po sa ulen e divan jashtë për pi cigaron, në atë kohë me telefon e Leva, ai djali që shpëtovi, që nxori nga ujë djalit i me gjithat e djalit i respiron. Me merë telefon, ku je, më thot mua, në shtëpi. Djali ku e ke, këtu e kisha, po nuk e di tash ka dalë. Hajde më thama se po të mbytet djali. Po reqarë thuaj thashëm, ata se po të mbytet djali, më thama. I tromaksur për momente se njerës të gjallë jemi, njerës me gjakë. Vrejrë, unë ngritë ati kënja direkt me vrap, me vjene i komshiu, tha nësi kam i komshi aty janë nga Flora, ata janë familje. Me vjene matore, më thot, më blidhe vete, thot se nuk ka gjë, nuk e gjallit tontët. Me merë në motor, vete atje direkt, kur vete atje, në atë kata për i nëzirni. Po unë nuk arrita, nuk më lejonin që të shikonja.